Avokat, po këtë përplasjen si e ke parti Dumani me Arben Krajin? Qa luet mbrapa? Që t'ua themi dhe njerëzve. Dëgjom këtu. Spaku që është krijuar nga amerikanët edhe Byroja Kombëtare e Hetimit është krijuar dhe paguhet nga taksat paguesit amerikanë. Nuk paguhet nga lekët e shqiptarëve, siç më tha një patronazhist këtu te lagja ime mbrëm. Që më thosh mua paguan qeveria shqiptare edhe janë detyruar të përgjigjen qeverisë shqiptare. Jo, zotëri. Spakun e kanë ngritur amerikanët dhe do të bëj atë detyrë për të cilin është ngritur për të zbatuar ligjet e vendit. Tani përplasjet e tyre atje, ky Arben Kraj që ta dishti, ky ishte, po e them pastërtisht, fare me qetësi dhe me avash. Ky që spiuni i mat që nxirrte të gjitha sekretet e Spakut e i merrte media. Ky u jepte. Ai ka shpërdoruar detyrën. Për mua duhet të vej në burg. Se ai nuk është prokuror, ai është një punojës partie që merrte urdhrat nga Edi Rama dhe i zbatonte një për një. Dhe Altin Dumani ka detyrime të tjera dhe ka borxhe të tjera karshi këtij vendi, karshi nesh. Ke borxhe karshi nesh zoti Dumani, sepse ti e more atë detyrë për të goditur korrupsioni, gjë që s'po e bën. U more vetëm me kundërshtarët e Edi Ramës. Prandaj ne kemi të drejtë, dhe unë kam të drejtë të them që ti shërben Edi Ramës, jo ligjit, jo detyrës për cilën paguhesh. Keni hedhur firmën në Amerikë disa nga ju, keni marrë udhëzime aty, keni marrë instruktazhe, ua kanë bërë të qartë gjithçka partnerët tanë amerikanë. Po ju i bindeni më shumë Moskës edhe Beogradit edhe Edi Ramës, spionit të këtyre dy shteteve. Zoti Dumani, bën detyrën të paktën nëse do ikësh që andej të ikësh me faqe të bardhë, të mos ikësh me faqe të zezë. Pse ti ke dhe një që ta dish, ti o do ikësh me faqe të bardhë atje o do vesh në burg, për mos batim detyre, mba e mën këtë që të them unë. Avokat, pse nuk kemi arrestime si që unë në fillim nga Spaku që po goditeshin disa prej funksionarëve të lartë? Ti kërkojnë llogari ata që i kanë vendosur atë, ata që i ngritën, ata që i paguajnë. Unë llogaria që kërkoj unë te Spaku është kjo që i them Altin Dumani bën detyrën. Ata që paguajnë thonë hajde këtu ti zotëri, se të paguajmë sa frëngu pulën ty. Të kemi siguruar ty, familjen, fëmijë, gjithçka. Shkon kudo qefi je i kontrolluar, i mbrojtur dhe i ruajtur. Tani pse se bën detyrë ç'ke? Janë ata që duhet i kërkojnë llogari. Dhe ose kuptoj, thuhet ditë për ditë do bën arrestime, do bën. Kur do bëhen këto arrestime zotëri? Kur do bëhen? Se unë po u dal gënjeshtar qytetarëve shqiptar dhe u kërkoj ndjes, se deri tani kanë folur i mbështetur nga deklaratat dhe nga mendimi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do zbatojnë ligjin, do arrestojnë të korruptuarit dhe do t'i çojnë para drejtësisë. Deri tani nuk po shkon asnjë tjetër përveç atyre dyve që kishte konkurrent Edi Rama. Të tjerët jo. Pse nuk zoti Dumani, pse nuk e arreston këtë ndrikullën e shërbimit sekret grek? Pse nuk e arreston? Ç'ke? Kush të pengon? Po ti kujt i shërben vet? I shërben detyrës që të kemi ngarkuar, të ka ngarkuar shteti dhe populli shqiptar, apo i shërben interesave partijake të Edi Ramës dhe të atyre që e paguajnë të antishqiptarëve në Beograd dhe në Moskë. Prandaj po them, ju keni të drejtë i nderuar gazetarë që ta bëni këtë pyetje, sepse kështu sikurse ju, mua më ndalojnë njerëz në rrugë dhe më thonë avokat, ku i ke arrestimet? Se kam folur shumë dhe unë kam bërë budalle që t'je zakonshme. Avokata, mos ndoshta pas zgjedhjeve kanë ndryshuar gjërat mes Spakut dhe qeverisë, pra mund të ketë ndonjë marrëveshje të fshehur mes Ramës, Dumanit dhe Berishës që nuk po ecet drejt këtyre. Dyshoj me 99% jetë kështu si thoni ju. Dyshoj. 100% si se kam unë, kur të vërtetohet. Por deri tani Dumani po mbron dhe po mbështet të gjithë politikën antikombëtare, antishqiptare, antinjerëzore të dy këtyre bajlozëve bolshevik Ramës dhe Berishës. Po mbështet ata. Deri tani. Se çdo bëjnë nesër tutje nuk e di. Pak më parë unë ja u thash, ja dërgova haberi. Avokat, çfarë duhet bën shqiptarët kur nëse ka një marrëveshje, po themi mes
këtyre 3 aktorëve? Qa duhet bëjnë shqiptarët? Apo qa mendojnë se duhet bëjnë Po shqiptarët? mendojnë ti se duhet bëjnë shqiptarët, qa duhet bëjnë shqiptarët e bëjnë shqiptarët, po. Ti qa ide shkeqe mund të bëjnë? Unë mendoj që shqiptarët duhet dalin në protesta kundër diktaturës. Është rivendosur diktatura plotësisht në Shqipëri. Dhe nuk po kuptoj përse nuk dënohen krimet e komunizmit. Çfarë pengon atë departamentin e shtetit të dënoj krimet e komunizmit? Çfarë pengon të deklaroj non grata dhe 10 persona të tjerë që janë në politikë në Shqipëri? Çe pengon? Ne shqiptarët jemi mësuar, kemi pasur një traditë që kur jepnin fjalën thoshim neve, kur jep fjalën therr djalin. Tani fjalën na e kanë dhënë amerikanët që do t'i denoncojnë dhe do t'i qërojnë nga politika. Po kur, se këta ditë për ditë po fuqizohen. Dhe pse shkojmë larg? Edi Rama shkeli kushtetutën me të 2 këmbët. Gjykata kushtetuese tha që t'i hiqej imuniteti Olta Xhaçkës, të cilën nuk e njoh, s'kam ndonjë personale me të, ta din të tërë, por nisem nga çka ndodhur deri tani. Dhe përfundimisht ai jo vetëm që nuk ja hoqi imunitetin, po vuri vetën me numrin e kartonëve dhe nuk ja hoqi imunitetin dhe bëri prap deputete tani. Sarë tek veprimi tjetër më i turpshëm akoma tani, me që u bën këto tash quajtura zgjedhje dhe vë atë Fatmir Xhafët të bëj kurs ka aktore deputetëve tash, se janë deputet, po i quan deputet të bëj kurs deputetëve. Ka vëndëri kjo. Ore zotëri, po ti supozon që ky deputeti jot është politikan, është njeri zgjuar, është njeri që di ligje, që di të tëra, prandaj do i ta çosh në parlament të bëj ligje. Ku do t'i çoj ligje? Ka që mëson ligje tani ai Fatmir Xhafa? Jo zotëri. Prandaj ne jemi për të qarë hallin, ne jemi në ditën më të zezë të mundshme, s'ka që ndonjëherë në një ditë kaq të zezë Shqipëria. Ndaj unë bëj thirrje zonjës Nancy, ambasadores amerikane. Zonjë, vini dorë, ju kërkoj ndihmë, ju lutemi, s'kemi njëri tjetër, juve kemi. As mund të shkojmë në vend tjetër, edhe në popull tjetër. Juve kemi. Vini dorë, mos na lëni në mëshirë të këtyre gjarpërinjve që kanë zaptuar politikën shqiptare. Avokat, çfarë do zbuloj nëse SPAK vendos që sekuestroj të 140 telefonët e deputetëve? Çfarë do zbulohet? Të gjitha pistollët që kanë bërë, të gjitha, jo të gjitha, se ata pjesën më të madhe se mësuan, e panë që dole nëpërmjet këtyre hetimeve që u bën dhe informacioneve të ardhura nga jashtë, kur e panë që çdo lloj telefonate dhe çdo lloj kompanie i përgjoheshin telefonat, tani pjesën më të madhe të punëve i bëjnë me korrier, me dorë, pa folur në telefon. Dhe jo të tëra do të zbulohen. Megjithatë, kjo varet nga ata që kanë mundësi në dorë, të gjykojnë, të hetojnë, të kontrollojnë, se di.